Pini qumësht me mjaltë dhe do befasoheni me efektet. Ekzistojnë disa arsye pse çdo ditë duhet të pini një gotë qumësht, lope ose qumësht dhije me pak mjaltë natyral. Kombinimi i mjaltit dhe i qumshtit janë përdorur edhe si një ushqim në kozmetik që mund të lehtësojë problemet e mjaftueshme të organizmit. Këto janë disa nga përparësitë të cilat shfaqen pas konsumit të rregullt të qumshtit me mjaltë. Një gotë qumësht me 2 lugë mjaltë në oraret të mëngjesit do të përmirësojë qëndrueshmërinë. Mund ta pinë të gjithë personat pavarësisht mosha dhe gjinia. Pastron lëkurën. Përzieni 3 lugë qumësht të ngrohtë me një lugë të vogël me mjaltë, mbusheni me pambuk, lageni përzierjen dhe pastroni fytyrën. Mund të ngadalësojë plakjen. Ullëntimet kanë treguar se qumshti dhe mjalti veprojnë në të gjithë trupin. Vetit antibakteriale, kombinimi i qumshtit dhe mjaltit ka efekte të mira kundër problemit të toksinave. Është një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës.